Rinia, eksodusi i rinisë është një dukuri negative të shoqërinë prej politikës keqe dhe shoqëria edhe shteti edhe bashkarisht ne duhet të financojmë në rininë në ardhmërinë e shtetit, sa ato janë pasuri kombëtare edhe shtetërore dhe duhet të kenë prioritet në punësime dhe në lëmit e tine profesionale punësojnë dhe të kenë një rroga më të mira edhe të punojnë në vendin tonë këtu, që jenë sa ma ofër familjeve edhe në vendin tonë, të kontribojnë për ndërtimin dhe zhvillimin e Republikës Maqedonisë dhe në veçantë edhe për komunën e Sarajt, të lëmive ndryshme që janë, si janë doktorat, ekonomistat, ato duhet të kontribojnë për zhvillimin e vendlinjës vetë, jo të marrën në rrugën e migrimit. Në komunën e Sarajt të vinë investitorë të cilët pa zero korupcion do të kenë drejt të investojnë, të zhvillojnë komunën e Sarajt edhe të kenë përfitime tyre për ndërmarrjet ose investitorin edhe punëtorët të cilët do të punojnë në ndërmarrje, të kenë një rroga më të mira, unë do jem shërbimin time, nuk do të jenë shantazhor nga komuna dhe administrata komunale, do të jenë të lirë në biznesin e tyre, përfitojnë edhe sa më shumë zhvillohet komuna e Sarajt.